Softa prej gati 60 ditësh protestohet në po themi para kryeministrisë. Si e keni parë këto protestë dhe sa ndryshe është kjo protestë tani nga fillimi i saj? Protesta nisi si rrëdhoi e një dhunet përdorur në Zvërnec, ku ato pamje që zvarriçin qytetarë ngacmuan nervin e shqiptarëve, nervin e qytetarëve. Dhe sigurisht që dyshimet pastaj mbi një pronë, e cila mund të transferojë tek një investim privat, mund të krijonte problematika përveç ambientit, ndoshta edhe për mënyrën e përdorimit dhe çfarë prona do të përdori më pas, nëse mund të merrte statusin e dyshuar ndoshta të një vendi dhe një ambienti me një status veçantë, qoftë juridik ashtu dhe financiar. Dhe kjo ishte fillimi i një proteste, e cila zgjoi jo vetëm thjesht këtë moment, por zgjoi vëmendjen ndaj natyrës, ndaj pasurive kombëtare, ndaj pakënaqësisë akumuluar nga qytetarët për shkak të problematikave që ka për korrupsioni, pronësia mbi tokën, shëndetësia, arsimi, korrupsioni. Pra gjitha këta i bën të shqiptarë që të krijonin këtë lloj proteste, e cila përtej bulevardit pati një honë mbështetëse nga mediat, po dhe mediat botërore, të cilët e lidhnin këtë, qoftë dhe në mënyrë politike me dhëndrin e presidentit amerikan, i cili në zgjedhjet që po afrohen në dorë mund të jetë një klijim politike që mund të përdoret përsëri protesta për luftë politike. Por vëmendja ndaj natyrës, protestat paqësore, dalja e qytetarëve pati dy momente. Momentin e parë që qeveria shqiptare, kryeministri i vendit veçanti, po dhe disa deputet të afërt me kryeministrin, tentuan për t'i etiketuar ata si të shtyrë nga Irani, të shtyrë nga Serbia, të shtyrë nga Rusia, duke i etiketuar ata me format ndryshme, duke sulmuar influencierët të cilët i ngacmuan, po themi, disa shtresa sociale, gjë që e rriti edhe më shumë zemërimin dhe numrin e njerëzve në protestë. Sigurisht që protesta pati një mbështetje të madhe mbar popullore, ka një rënje të saj graduale që mund të ketë dy motive. Motivi i parë, korriku dhe gushti dhe ndoshta shtator mund të ridimensionohet, edhe e dyta, përdorimi i mikrofonit në mënyrë të diferencuar, ku një grup që kanë dhe mbajnë kontroll e mikrofonit nuk lejojnë zëra dhe hapësira për gjithë ata njerëz të cilët vërtet kanë diçka të mëndshme për të thënë, të cilët mund të ndikojnë dhe mund të ndihmojnë për t'i dhënë me një dimension qoftë dhe intelektual problematikave që ka. Edhe unë kam tentuar për të vajtur për të folur, por kjo hapësirë duket si e mbyllur dhe unë kam qenë tek pjesa që e ndjek në distancë, e mbështes në distancë, por fizikisht prezenca mund të jesh në media, mund të jesh në bulevard, mund të jesh në shpirt, në zemër të kësaj proteste, por problemi është që numri i njerëzve në protestë nuk do të prodhojë, po themi, ndryshim, nëse duhet presim ato ndryshime që ata kërkojnë. Ndryshimi vjen kur kjo përfaqësohet në një elektorat të gjerë, kur ata mbështesin totalisht jashtë, po themi, klasës politike e majt dhe e djathtë, midis klasës politike aktuale, këtij parlamenti e tjerë. Dhe si e tillë, ndryshimi duhet të vijë kur kjo është bërë përfaqësi. Pra numri i personave, të cilët e mbështesin atë me zemër dhe me shpirt, dhe nesër me votë, patjetër mund sjellë ndryshim që ka sjellë në shumë vende të tjera. Por ky ndryshim do të vijë kur protesta nuk bie si një anti-establishment politik, por duhet të jetë modeli i hapjes dhe një shoqërie të hapur ku mikrofoni duhet të jetë një mikrofon i mendimit pluralist dhe një mikrofon i kufizuar për një grup dhe një klasë caktuar njerëzsh që më shumë shprehin zemërimin se sa japin zgjidhjen dhe alternativën. Aty është një brez 35 vjeçarësh, është brezi i politikanëve që kanë qenë dje dhe sot drejtojnë vendin, është brezi që mund të marrë stafetën dhe është brezi që nuk do të shprehë zemërimin, por duhet të japë edhe zgjidhjen. Prandaj është shumë e rëndësishme që niveli i protestës dhe niveli i protestuesve të jetë më i lartë dhe organizimi të mos jetë vetëm thjesht mikrofoni, por gjendën rrugët dhe alternativa që protesta nga bulevardet të jetë në bulevarde, nga Tirana të jetë në rrethe dhe kjo të jetë një protestë mbarkombëtare, ku shtresat dhe përfaqësimi publik i njerëzve të jetë më masiv.
Mbrëmjen e djeshme ka pasur një incident në zonën e Palasës ku në një jat janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri. Pas një, le të themi, aksioni policisë së shtetit ku pas 2 orësh është bërë i mundur edhe ndalimi i personave në fjalë. Bëhet fjalën për 4 biznesmen, ndërto edhe djali i biznesmenit të njohur i cili zotëron Brunesi. Pyetja ime është e para pse biznesmenët duhet të kenë armë dhe e dyta si shpjegohet që le të themi lejohet që në një zonë përballë që është mjaft e populluar si Palasa, policia le të themi mos arrit ta kap në kohë reale, po themi po të vonoj gati 2-3 orë arrestimi i tyre më pas mos gjendet as arma e zjarrit. Policia e shtetit nga 15 maj deri në 15 shtator është në shërbim të përforcuar, mbi bazën e një plani masash për ruajtjen e rendit dhe qetësisë dhe sigurisë kombëtare, kryesisht gjatë sezonit verës, ku fluksi i mjeteve dhe i njerëzve është më i populluar. Dhe si e tillë, Bregdeti ka një vëmendje të veçantë, aq më tepër nga policia, e cila sot ka shtruar mjetet e saj lundruese për të pasur mundësinë patrullimin e gjithë atyre mjeteve të i afrohen bregut apo kanë probleme lidhur me licencën, hyrje në zona të ndaluara që janë për notarët, por dhe rasti konkret në cilën njoftimi vjen nga qytetarët dhe ky reagim sipas jush dhe sipas mediave ka qenë i vonuar. Është bërë bllokimi i këtij mjeti, kanë tentuar për t'u larguar, kanë fikur dritat, pra kanë bërë manovra që tregon që diçka kanë pasur. Përveç po themi dyshimeve që kanë qelluar me armë dhe arma nuk është gjetur në jetë. Sigurisht që dyshimet mund të jenë që ato të jenë hedhur, ndoshta arma apo dhe mjete të tjera të paligjshme, sepse kontrolli policor mund të evidentonte paligjshmëri. Atëherë i takon kësaj strukture dhe strukturave të tjera, të cilët janë për ta thelluar këtë hetim, mos mbeten vetëm tek ky konstatim, por të shkojnë dhe nëse thellësia është e mundur dhe e pranueshme, me polëmbar të bëjnë kontrollin nëse mund ta gjejnë këtë armë. Armë apo sende të tjera që mund të kenë hedhur gjatë kohës që kanë tentuar për të shmangur policisë së shtetit. Gjë që do të çonte hetimet. E para duhet parë pronësia e kujt është jati, përse përdoret, dhe nuk themi më për prishje të qetësisë publike, po flasim për përdorimin e armëve. Çfarë armësh janë dhe pse ata i përdoren? I përdoren për moment feste, konflikti, presioni, për çfarë janë përdorur dhe nëse janë këto armë. Dhe pastaj hetimet do shkojnë ke personat të tjerë, të cilët ndoshta mund kemi edhe një lloj momenti për të hetuar edhe për pasuri, nëse ka dyshime për pasuri, të vendosur në mënyrë të ligjshme apo të paligjshme. Nuk dua të bëj analizën e paligjshmërisë, sepse paligjshmëria i takon institucioneve, por fakti që pse tentuan që të fiknin dritat, të largoheshin, të iknin drejtime të tjera, të hidheshin në ujë, të dinin me gomone për të shmangur një kontrolli apo një ndalimi të policisë së shtetit, gjitha këto janë dyshime të arsyeshme që policia e shtetit mendoi që duhet të shkojë përtej ndoshta rëndësisë dhe forcës publike të personave të cilët kanë qenë jap. Nuk dua të ul vlerën e tyre, as vlerën e një biznesmeni të cilët janë promotorët e ekonomisë shqiptare, por dyshimet janë që e para për transparencë për publikun dhe e dyta për treguar që institucionet e policisë janë të pavarura dhe nuk kanë influenca politike. Normal Beqiri është arrestuar në Francë dhe arrestimi i tij nuk ka të bëjë më shumë se sa le të themi fluturimin me një avion sipër një centrali bërthamor ku ai u pikas nga radarët e më pas u shoqërua për të ulur nga avion luftarak francez. Franca ka një nga shërbimet më të forta në botë për sa i përket kundërzbulimit, shërbimeve të inteligjencës dhe shërbimeve të sigurisë kombëtare. Dhe si e tillë çështja nuk do të jetë thjesht një fluturim i rastësishëm mbi central, mbi termocentral, por do të jetë një hetim çfarë motivesh e kanë shtyrë atë që të kalojë aq më tepër një person që jetonte në territorin francez, që ka vite në atë territor, që njeh artin e fluturimit, njeh trajektorët e fluturimit, dhe e dinte shumë mirë që jo rastësisht mund të ishte mbi atë termocentral. Aq më tepër që në atë termocentral do të jetë dhe një tjetër që është projektuar për të ndërtuar, por që do të jetë një nga centralet më të avancuara në botë për prodhimin e energjisë. Franca njihet për nga investimet
e energjisë bërthamore për shkak të teknologjisë dhe për shkak të avancimit që ka bërë për përmbushjen e tregut, jo vetëm vendas, por edhe të Italisë dhe të vendeve të tjera për furnizimin me energji elektrike. Dhe si e tillë, këtu kemi të bëjmë me elemente të sigurisë kombëtare. Dhe si e tillë, kjo do të kërkojë një hetim për të parë nëse fluturimi i tij ka qenë i nxitur nga persona të tretë, ka pasur interes të drejtë për drejtë fluturimi dhe lidhjet që i ka, sigurisht që krahas avionit që fluturuesit francez detyruan të ulet, arrestimin e tij, kontrollin do të jetë kontrolli i kutisë zezë për çfarë ai bisedonte në telefon, motivet pse ul në lartësi duke thënë që po flisja me nënën, por nuk është motiv për të folur me nënën dhe për të ulur në valet, por ndërkohë pikërisht mbi centrale uli lartësinë dhe kjo ngjalli dyshim për fluturuesit francezë, të cilët e detyruan ata për të ulur. Janë laptopët, janë pajisjet, janë gjurmimet e GPS-s dhe forma të tjera të cilët do të shikojnë trajektoren, me kë ka bashkëpunuar në tokë, kush kanë qenë bashkëpunëtorët e tij, arsyet e fluturimit e tjera. Dhe nuk e mendoj kurrë një gjë rastësore. Ai ka një investim në territorin francez, si për sa i përket banesave, për sa i përket një kështjelle, por dhe para kesh, të cilët janë sekuestruar. Por ndërkohë, kompania për cilën ai ka 2 avion është me bazë në Sloveni. Ka disa aktivitete që shtrihen jo vetëm në territorin shqiptar, në Sloveni dhe në Kipër. Kështu që mund të jenë pjesë që ekstradimi i tij mund të jetë i vonuar, ndoshta mund të paraqes interes për interesin kombëtar që ka Franca në raport me këtë lloj fluturimi dhe dyshimet që mund të ketë, nëse mund të ketë ndoshta një pjesë për spionazh. Softa, ju bëri përshtypje që ai kishte një pasuri, le të themi, të konsiderueshme, e ndërkohë që ai kërkohej nga Spaku lidhur me dosjen e Akshit, ai fluturonte i lirë në Francë. Së pari, mosha e tij e re dhe pasuria marrëmendse qartazi hedhin hije dyshimi për mënyrën e vënës së kësaj pasurie. Aq më tepër që vitet e kontributit të tij në punë, të ardhurat që mund të ketë nga biznesi dhe për llogaritje është shumë e thjeshtë që dyshimet e strukturës posaçme në hetim për korrupsion janë pjesë të hetimit ndaj tij. Por mund të jetë edhe pjesë e hetimit nga Franca për mënyrën se si këto para kanë hyrë në territorin francez, si ai kanë kthyer dhe i ka bërë këto investime dhe sa të justifikueshme janë në një territor kur Franca dhe vende tjera sigurisht kërkojnë burime e të ardhurave në rrugë kanaleve zyrtare që mund të jenë o banga, por nuk është futja e monedhës kesh. Dhe kjo mund të jetë ajo pjesë e hetimit që Franca në bashkëpunim me strukturën e posaçme mund të shkojnë dhe të llojin hetime. Patjetër që në mes të kësaj hetimit do të jenë dhe burimet financiare, tenderat kryesisht të dyshuara për mënyrën se si ai ka përfituar dhe kush kanë qenë bashkëpunëtorët, në çfarë formë ky ka përfituar fonde të Akshit apo fondet publike. Aq më tepër në një strukturë kritike e akuzuar dhe e dyshuar jo vetëm për korrupsion, por për atë çfarë qeveria shqiptare paraqiti që ishin hakrat iranian që e sulmuan dhe shkatruan strukturën digjitale të vendit. Dhe sa këta janë të lidhura të drejt për drejt në këtë lloj ndërhyrje. Kanë dhe këta lidhje, kanë dhe këta pjesë, apo rastësia që sulmet iraniane sulmuan infrastrukturën shqiptare.